Akademiku Recep Qosja ka vdekur sot në moshën 89 vjeçare, ka njoftuar familjarët e tij. Familjarët ka njoftuar po ashtu se ka përfunduar edhe ceremonia e varrimit që u mbajt me antar të ngushtë të familjes në Prishtinë. Ata kanë theksuar se me dëshirën e të ndjerit nuk do të organizojnë pritje familjare e as nuk do të marrin pjesë as në organizime institucionale. Valjet Recepi, nipi i shkrimtarit tashmë të ndjerë Recep Qosja, ka publikuar një letër që paraqitet si amaneti i fundit i akademikut, e shkruar më 30 prill 2016 në Prishtinë. Dokumenti i titulluar Nipit tim Valjetit përmban udhëzime të qarta të Qosjes për jetën dhe varrosjen e tij, si dhe reflektime personale mbi veprën, bindjet dhe raportin e tij me Kosovën. Në letër, Recep Qosja shpreh dëshirën që të varroset pa ritual fetar dhe pa praninë e autoriteteve zyrtare. Dua të jam i varrosur pa ritual fetar, shkruan ai, duke lidhur këtë me besimin e tij në mendimin shkencor, ngritjen shpirtërore dhe përparimin shoqëror. Po ashtu ai kërkon që varrimi të bëhet vetëm nga familjarët dhe në mënyrë të thjeshtë, pa fjalime, pa media e pa lule, pranvarit të bashkëshortes së tij, shpresës. Varrimin tim dua ta bëjnë vetëm familjarët e mi, pa fjalime, pa media, pa lule, thuhet në amanet. Në dokument, Qosja e paraqet jetën e tij si të kushtuar lirisë, bashkimit dhe mirëqenies demokratike të shqiptarëve, duke shkruar se nuk i ka mbetur borxh as Shqipërisë shtetërore e as Kosovës. Në qoftë se Kosova më ka mbetur borxh mua, këtë do të mund ta thonë historianët e ardhshëm, shkruan ai. Në pjesën përmbyllëse të letrës, Qosja bën edhe një reflektim vetkritik, duke pranuar se mund të ketë pasur gjykime të ashpra në jetën e tij publike, por shprehet i bindur se ka jetuar, krijuar dhe vepruar duke bërë mirë. Nuk mendoj se vdes pa asnjë mëkat, megjithatë varrosjen e pres i bindur se kam jetuar, krijuar e vepruar duke bërë mirë, thuhet në tekst. Letra mban datën 30 prill 2016 dhe në fund është nënshkruar nga Recep Qosja, i cili shkruan se këto mendime i ka hedhur në letër duke qenë i vetëdijshëm dhe mendjeqartë.